Një 28 vjeçar me origjin peruane ka humbur jetën në Milano pasi është mbytur gjatë një zhytjeje në një pishinë komunale, ku kishte hyrë në mënyrë të paligjshme së bashku me një grup miq, pas orarit të mbylljes. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e 2 korrikut në pishinën Romano në zonën Città Studi. Sipas mediave italiane, grupi kishte kapërcyer gardhin për të hyrë në ambientet e objektit sportiv, i cili në atë moment ishte i mbyllur për publikun. Shërbimet e emergjencës kanë mbërritur me njëherë pas orës 23 dhe ka nisur përpjekjet për reanimimin në vend ngjarje. I riu është transportuar në gjendje kritike në spitalin Poliklinik të Milanos, por më pas ka ndruar jetë. Autoritetet italiane kanë nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e plota të incidentit, ndërsa një autopsi pritet të përcaktojë shkakun e saktë të vdekjes.